Ja, po I shohim disa deklarata të burgshtetasve për të parë se si bëhet politik. Kur ke përballë njerëz e poshtë të këtij pushteti dhe pastaj rikthehemi për t'i komentuar dhe për të parë gjendjen aktuale të opozitarizmit në Republikën e Kosovës. Unë kam luftuar Dačićin dhe kam mundur, ndërsa ju përmes derës së Dačićit jeni futur në politik. Asnjë burgosur I politik nuk ju ka mundsuar ajo çka ju ka mundsuar. Në 61 Albin, kive qenë kryetar edhe kravata komet nejtë ma mirë si kryeministër, shirrin komet apo Kosova, kimi kthy Serbinë në Kosovë. Do t'ja tregoj edhe vendin edhe derën ka me dalë. Ata individ nga Irani që ja financojnë partinë dhe ato vetë personalisht, me qëllë është agenda tyre. Jeni vetë vendosjes, duhet përgjigjet edhe për lidhjet e tij me njerëzit e Putinit që I të instaluar në Ballkanin perëndimor, dhe që ai takohet nganjëherë në vendet e ndryshme të Ballkanit dhe jashtë. Ai njeri është ideatori dhe njerëzit e rreth e tij I themelimit dhe veprimeve të organizatës terroriste syri I popullit, që ka përpiluar lista për ekzekutimin njerëzve politikës shqiptare në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri dhe njerëzve të shoqënisë civile dhe me. Agenda ti përsëri po them, tash 20 vite përbotet me atë e Beogradit, që nga Rambuje deri me sot. Veçles dhe Kurtit si ndërmarrje kriminale që është ndruar, stacioni jam është në shtëpi, Po? për ministrin, edhe për shefin e tij dhe gjithë ndërmarrjen kriminale të tyre. Të këtyre njerëzve qoroditur që të përngjon të njerëzve të viteve 70 të sistemeve moniste dhe ndjekjeve politike. Kurti është njeriu më I lumtur në botë për këtë gjykat, ani pse duket I shqetësuar, është I lumtur, është I gëzuar, I fërkon durt. She arritjen e mundësive politike e aspiratës politike për vetin, pra mbi fatkeqësi dhe tjerëve. A ka kënu Albin Kurti të Serbia? Si bylbyl. Për çka? Kënon edhe sot. Deklaratat e Hashim Thaqit ndaj Albin Kurtit ishin ashpërsuar edhe më shumë kur ky fundi të erdhi në pushtet. Pra, Hashim Thaqi e mbyste diskursin e Albin Kurtit. Pastaj dihet si rrodhen gjërat. Hashim Thaqi u dorëzua në tribunalin e Hagës së bashku me krerët tjerë të ushtrisë qërimtare të Kosovës dhe mbeti një skemë politike ajo që është tani. Por dihet që pastaj Albin Kurti e filloi edhe me tutje fituren e tij. Sidoqoftë, sot jemi në një rrethon krejt tjetër. Nuk është problemi që Albin Kurti ka fituar zgjedhjet. Problemi është që 6 vite në pushtet nuk kemi parë opozitë të duhur, të denjët, ashtu siç e meriton ky pushtet. Kryesisht opozitë të tillë nuk kemi parë nga partia e Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit. Përkundrazi, e kemi parë një PDK të moderuar, të heshtur në defansiv, me tendencë që gjoja kështu duke gabuar Albin Kurti ne rrisim përqindjen dhe fitojmë simpatinë e gjeneratave të reja. Por e vërteta është këtë tjetër. Diskursi Albin Kurtit është dominant, ani që është gënjeshtar. Por ka gjenerata që kanë drejt vote, që më të vërtet, duke heshtur partitë opozitare, ata po mendojnë që Hashim Thaqi, Kadri Veseli dhe krerët tjerë të ushtrisë qërimtare të Kosovës janë njerëz tradhtar dhe janë kriminal. Ndërsa Partia Demokratike hesht dhe vazhdon të bëj opozitarizëm në rrjetet sociale. Partitë opozitare do ta dinë një gjë, qytetarët nuk I kanë votuar deputetët që ata të bëjnë opozitë me rrjetet sociale dhe me statusin e Facebook. Për arsye se një opozitë e tillë mund ta bësh pa qenë fare deputet, madje një opozitë e tillë sot mund ta bëjë secili qytetar I Republikës së Kosovës. Mirë po opozitarizmi bëhet konform oponentit politik që ke I përballë. Aq më tepër kur në pushtet e ki një parti e cila e ka luftuar fundamentin e ekzistencës së këtij shteti dhe sot atë luftë e bën direkt nga të qendrit në pushtet. Partia Demokratike hesht dhe lere që hesht, por nuk ekziston askund ndonjë dinamizëm politik I cili shkon konform opozitarizmit të duhur për të bindur qytetarin që ky pushtet është I ligë dhe është I pushtër. Albin Kurti vazhdoi ta zgjasht pushtetin e tij, vazhdon të rritet. Partitë opozitare vazhdojnë të heshtin si të moderuar. Ndërsa ai që po e vun
këtë qeverisje është qytetari rezidenti i Republikës së Kosovës, i cili krahas qendjes së rëndë ekonomike që është i braktisur si nga opozita dhe opozita, vazhdon të propagandohet dhe të përqohet me një politikë e cila është totalisht antishtetrore dhe antishqiptare. Dhe kjo fatkeqësisht është për të ardhur keq. Se si këta njerëz, kjo klasë e dobët politike, e ka braktisur tashmë qytetarin e Republikës së Kosovës. Dhe për fund ajo që dua të them është që partitë opozitare, në veçanti Partia Demokratike e Kosovës, nuk ka pse ndihet inferiore ndaj diskursit të Albin Kurtit. Përkundrazi, sa më ashpër do ta luftoj këtë diskurs. Imagjinoni sikur partitë opozitare, respektivisht Partia Demokratike e Kosovës të ishte në pushtet për gjatë këtyre viteve, do të ishte më mirë edhe për krerët e ushtrisë qërimtare të Kosovës që janë e hapur, sepse ne fare mirë e dimë se si është sillur ky pushtet. Sidoqoftë, ne shpresojmë që nga ky tribunal i cili po i mbon padrejtësisht krerët e ushtrisë qërimtare të Kosovës në Hag, dhe dalin të pafajshëm me 16 shtator dhe dielli të lind përsëri në Kosovën tonë të dashur nga ata të cilët e kanë krijuar dhe themeluar këtë shtet.